Në Vlorë është zhvilluar forumi dialogut me temën edhe disa hapa akoma drejt Bashkimit Evropian. Ambasadore e Francës në vendin tonë, Suar, theksoi se askush nuk mund të dyshojë se Shqipëria ka bërë hapa të mëdhenj që nga reforma në drejtësi, digitalizimi i shërbimeve, mbrojtja e qytetarëve dhe harmonizimi me politikat e jashtme. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Andreas, deklaroi nga Vlora se integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian mund të realizohet brenda kësaj dekade. Sipas tij, nëse Kuvendi i Shqipërisë dhe qeveria vijojnë me këtë ritëm për mbushjen e reformave, anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të realizohet brenda mandatit aktual të Parlamentit Evropian, që është në vitin 2029. Që Kuvendi i Shqipërisë dhe qeveria e Shqipërisë kanë bërë punë shumë të mirë, kështu që nëse plani vazhdon me të njëjtin ritëm dhe fillojnë të mbyllen kapitujt që është parakush dhe kjo të bëhet shumë shpejt, pra në rast se vazhdon në njëjtin ritëm dhe reformat bëhen në shoqëri dhe përmirësojnë jetesën, atëherë ka një shans mundësi shumë të mirë që në fund të kësaj dekade, se do shta shekulli, po në fund të kësaj dekade, 10 vjeçare, të mendojmë se si do dalem dhe përmend dhe komunikimin, sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për në Shqipëri, por edhe në Europë, që në fund të viteve 2020, pra për këtë shekull, po fundin e viteve 2020, pra 2030. Sa më shpejt, aq më mirë, në fakt nuk është se dëshiroj të përmend një datë specifike, por unë them që ne në Parlamentin Evropian mandatin e kemi deri në 2029, dhe unë tani jam relator apo raportuese për Shqipërinë në Komisionin e Çështjeve të jashtme, dhe ajo që do doja më shumë se gjithçka është që si relatori për Shqipërinë të komunikoj dhe t'ju them për shembull që Shqipëria tashmë do të bëhet shtet antar gjatë këtij mandati deri në 2029. Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali vlerësoi se viti 2026 është vendimtar për objektivin strategjik të mbylljes së procesit teknik të negociatave brenda vitit 2027. Krye diplomatia shqiptare theksoi se për një kohë të gjatë Shqipëria është parë si një vend që kërkon me ngulm të hyjë në Bashkimin Evropian. Shqipëria është parë si një vend që kërkon me ngulm të hyjë në Bashkimin Evropian. Sot Shqipëria është një vend që po përgatitet seriozisht për të qenë pjesë e tij. Dhe kjo është një diferencë thelbësore. Në vetëm 13 muaj, nga tetori 2024 deri në nëntor 2025, fal një vizionit qartë, pune të ditëpërditshme, përpjekje të përbashkëta dhe një koordinimi të vendosmërisë politike me aftësinë institucionale, kemi hapur së bashku me Komisionin Evropian dhe me vendet anëtare 33 kapitujt e negocimit. Pjesë në këtë forum ishte raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, ambasadorja franceze në vend, ministra e punëve të jashtme Elisa Spiropali dhe zyrtarë të tjerë ndërkombëtar.